Kreu i SPAK-ut Altin Dumani këtë të enjte zhvilloi një konferencë me gazetarët ku ndalte krimet zgjedhore e i theksoi se ka pasur një hetim të shpejtë para zgjedhjeve. Kemi 192 materiale procedime penale, po ashtu janë regjistruar 43 procedime penale të cilat kanë kaluar në fazën e hetimit aktiv, ndërsa për 43 raste të tjera është vendosur mos fillimi i procedimit penal. Po ashtu 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rretheve, ndërsa 17 të tjera janë bashkuar me procedime ekzistuese, u shpreh Dumani. 3 nga kallëzime qytetare dhe shtetas, 4 nga subjektet politike dhe 1 është ndarë nga një procedim i mëparshëm, ndërsa 35 procedime penale janë për korrupsion aktiv në zgjedhje. 4 procedime korrupsion aktiv dhe pasiv, 1 për përdorim funksioni publik për politik, 1 për përdorim funksion publik dhe shpërdorim detyre, ndërsa 1 kanjëse ose dhunimi pjesëmarrjes. Janë ekzekutuar 20 vendime gjykate për lejim kontrollit të ambienteve të ndryshme dhe personave të ndryshëm. Janë sekuestruar prova e dokumente të rëndësishme që do i shërbejnë procesit të hetimit. Sfidat nuk janë të pakta, referuar materialeve të partive të politike depozituar në SPAK, kallëzimet e tyre kanë qenë të paplota, u shpreh të tjera kreu i SPAK-ut Altin Dumani.